grupit Selinit nuk ka do të shansin të Se reagon kështu me mu. Se reagon kështu me mu. Do t'i prishësh lojën për të nxjerrësh nga shtëpia. Unë ai do presin besë. Ai është kundërshtar këtë lojë. Ai do me bëj punën e vet. Po pra the ke lënë te njeriu atëherë ti pas ke lojë me Stenaldo. Nuk kam lojën me Stenaldo. Am ke thënë për gjëra personale. Ai është kundërshtar joti. Po pse vjen përdor ty për mu? Jo, nuk del për ty. Nuk del në prime. Nuk më dëgjoj. Kur kam ardhur në herë për Stenaldo? Gjithmonë, për ditë. I po i them që ai nuk ka të drejtë të përdorë emrin tim, edhe ti emrin tim për me bëj ju ligjërata të juja. Duke nënversu ju Elan. Mos u merrni me ju Elan. Në rregull. Në rregull. Kjo është loja. Ja, me këtë lëvizje që të bëni ti ngreti. Ja, faleminderit. Po ta them unë. Stenaldo, duhet ta bësh o Stenaldo. Ti duhet të kërku. Mos e vlerësoj. Të kam kërku. Po pse të mendon që unë Më dëgjoj mu ti. Nuk e kupton. Më dëgjoj ti. Në vlerësimin e tij. Këta bëjnë lojën e vet. Si mundesh ti besosh një personi? A ka mundësi të më dëgjosh? Si mundesh ti besosh? Kush ka Stenaldo, unë nga ti nuk i duk të ligjërata, sepse unë e ti nifemi. Në rregull. Unë do vë në duke personi që është ai, jo ju. Grupi tjetër, ka objektivin. Çka ka nis grupi tjetër me po? Grupi tjetër duhet me bë lojën e Rogertit që do pson lojtarin. Unë vë përballë edhe me mirin atë. Edhe me mirin. Kur ai do të ul mirin me prezencën e tij pranë mirit, unë doja bëj. Selin shkoi fletë Rogertit për mua. Ti nuk duhet të përdorësh, jo ti po asnjë, po ti për mua, nuk duhet të përdorësh emrin tim për të dobësuar figurën time, që unë nuk i kuptoj situatën. Nuk mund ta bësh o Stenaldo, sepse po unë besoj që nuk e kupton në vlerësimin që po ke gabim pra, sepse në qoftë se ti vjen ke Rogerti dhe i thot ti nuk e imagjinon kapacitetin e Juelës, dhe ti vjen te unë, vjen kontradikт me fjalët e tua, duke më thënë mu që ti, se sipas teje unë, nuk i kuptoj situatën. Unë jam në konflikt gjithmonë me Rogertin vazhdueshëm, sepse konflikti e pasuron dhe rrit dhe ridikur raportin kur ti shpjegohesh më shumë, jo ta bën rrafsh, unë s'ja bëj rrafsh atij. Jo, ai ty thjesht